Dhe në këtë akcizën e derivateve, po japë një plan B. Pra ne plan B nuk kemi nga sot. A mund t'jetë plani B ndihma për kompanitë e derivateve? Jo veç për ato, shikoni, duhet ta kemi parasysh, sepse mas tyre automatikisht për shembull janë damtu më njëherë kompani transportuese, kompani që kryejnë shërbime ndryshme, që bartin mallna, ato janë damtu më njëherë sepse ato varen jashtëzakonisht shumë nga derivatet e naftës. Kanë filluar të damtojnë kompanitë të cilat për shkak të reduktimeve të energjisë elektrike duhet të përdorin gjeneratorin, po gjithë dy gjeneratorit po funksionojnë me derivatet e naftës. Dhe kjo vetëm e rrit koston. Tjetra, gjitha kompanive të cilat ose marrin lanë të parë, ose shfrytëzojnë transportues të rajonit për bartje të madrave, qoftë në import, qoftë në eksport, ose bëjnë importim të madre, të gjitha e kanë marrë informacionin tashmë që malli i ri që do t'ju vijë, cili do qoftë për kësaj natyre, do t'jetë me çmim dyfishme të shtesës që ka tash për shkak të kësaj situate. Pra na po varmi nga zhvillimet e ndryshme botërore dhe në anën tjetër ne nuk po veprojmë. E ne duhet të veprojmë derisa ne varmi shumë, sepse ne kemi një rritje enorme të importeve të produkteve nga vendet e rajoneve më gjerë dhe një ulje të produktivitetit të bizneseve vendore, të cilat janë prekur jashtëzakonisht rënë nga dy vendimet që i cekat për energjinë elektrike. Pra ne nuk duhet të mbesim spektator, ne duhet të mbledhemi të diskutojmë çdo ditë, nëse ka nevojë 24 orë, nëse ka nevojë do të mbledhemi, jam i gatshëm me ofruar edhe praktika të ndryshme, edhe zgjidhje, propozime ndryshme me vetëm qëllim